Një zjarr i rënë në orët e para të mëngjesit të së martës ka përfshirë tregun e fruta perimeve në qytetin e Lushnjës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Mësohet se është vdekur një pjesë e çatisë së tregut, ndërsa janë shkatëruar edhe raftet dhe malli i tregtarëve. Në këtë treg ushtronin aktivitetin rreth 50 tregtarë dhe disa prej tyre kanë pësuar dëme ekonomike të konsiderueshme. Nuk ka më keq kur të shkojmë. Mbi 10 milion vrifkoni vetë, shikoni vetë, se qa malli kam pas, qa shu, në kalon me gishloj. Dum lekë se zbën, dum dërë shpërblim se zbën. Malli shifet, më rrit ato që janë aty të verifikohen. Apo të paguhet. Edhe paguhet. Paguhet malli. Mund t'jetë 1 milion lekë vjetra, po ka dhe me të tjerë më shumë, që janë prekur pa mas. Sa vite keni që punoni të treg? Kemi 3 vjetë që punojmë këtu, që sa mbyll tregu, po kemi më përpara. Në vendngjarje ishte edhe kryetaria e Bashkisë të Lushnjës Eliselda Sefa, e cila u takua me tregtarët e prekur. Nga ana e bashkisë po ngrihen grupet e vlerësimit të mallit dhe derisa të bëhet gati përsëri për të vënë në funksion ky objekt, ne do të gjejmë një mundësi për sistemimin e tregtarëve përreth kësaj zone në mënyrë që ata të kenë mundësi të vazhdojnë të ushtrojnë aktivitetin e tyre. Shkaqet e zjarrit ende nuk janë përcaktuar, ndërsa policia po kqyr kamerat e sigurisë për të zbardhur rrethanat e ngjarjes. Dyshimet e para flasin për një zjarr aksidental, i cili mund të jetë shkaktuar nga sistemi i ndriçimit elektrik në pjesën e jashtme të tregut, por nuk përjashtohet as pista e zjarrvënies së qëllimshme.